Armiku që vepron në heshtje brenda trupit tuaj. Hipertensioni, ose tensioni i lartë i gjakut, është një nga sëmundjet më të përhapura dhe më të rrezikshme të kohës moderne. Ai prek miliona njerëz në mbar botën dhe në mënyrë shqetësuese, shumë prej tyre nuk e din fare që e kanë. Pikërisht për këtë arsye mjekët e quajnë vrasësi heshtur, sepse mund të dëmtojë rënd organizmin për vite me radhë, pa dhënë pothuajse asnjë shenjë paralajmëruese. Shumë njerëz ndihen mirë, vazhdojnë jetën normalisht, punojnë, ecin, qeshin, ndërkohë që brenda trupit të tyre, enët e gjakut, zemra dhe veshkat po pësojnë dëmtime të vazhdueshme. Kur simptomat shfaqen më në fund, shpesh është tepër vonë. Por çfarë është realisht hipertensioni? Pse është kaq i rrezikshëm? Dhe si arrin të shkatërrojë organe jetike si zemra dhe veshkat pa u ndjerë? Çfarë është tensioni i gjakut dhe kur quhet i lartë? Tensioni i gjakut është forca me të cilën gjaku shtyp muret e arterieve ndërsa qarkullon në trup. Ai matet me dy vlera. Sistolik, presioni kur zemra tkurret dhe pompon gjakun. Diastolik, presioni kur zemra pushon midis rrahjeve. Një tension normal konsiderohet rreth 120/80 Hg. Hipertension quhet kur vlerat janë vazhdimisht 140/90 Hg, ose edhe më ulët në disa raste sipas udhëzimeve të reja mjekësore. Problemi kryesor është se tensioni i lartë nuk shkakton dhimbje, nuk djeg, nuk therr, nuk paralajmëron. Trupi përshtatet përkohësisht, ndërsa dëmi vazhdon në heshtje. Pse quhet vrasësi i heshtur? Në shumicën e rasteve, hipertensioni nuk shkakton dhimbje, nuk jep simptoma të qarta, nuk ndikon menjëherë në aktivitetet e përditshme. Një person mund të ketë tension shumë të lartë për 5, 10 apo edhe 15 vjet, pa e ditur fare. Gjatë kësaj kohe, arteriet bëhen më të forta dhe më të ngushta. Zemra punon më fort se normalisht. Veshkat humbasin aftësinë e filtrimit. Rritet rreziku për infarkt dhe goditje në tru. Shpesh, shenja e parë e hipertensionit është infarkti, insulti, dështimi i veshkave, probleme serioze me shikimin. Dhe pikërisht atëherë kuptohet se diçka nuk ka shkuar mirë për vite me radhë. Si e dëmton tensioni i lartë zemrën pa u ndjerë? Zemra është një muskull që pompon gjakun gjatë gjithë jetës. Kur tensioni i gjakut është i lartë, zemra detyrohet të punojë kundër një rezistence më të madhe. Me kalimin e kohës ndodhin disa ndryshime të rrezikshme. 1. Trashja e muskulit të zemrës. Zemra, si çdo muskull që punon shumë, trashet. Në fillim kjo duket si një përshtatje, por në realitet, zemra humbet elasticitetin. Mbushja me gjak bëhet më e vështirë. Rritet rreziku për dështim kardiak. 2. Dëmtimi i arterieve koronare. Tensioni i lartë dëmton muret e arterieve që ushqejnë zemrën. Kjo përshpejton arterosklerozën, ngushtimin e arterieve. Rrit rrezikun për infarkt. Ul furnizimin me oksigjen të muskulit të zemrës. 3. Rrahje të çrregullta dhe lodhje kronike. Me kalimin e viteve, zemra e lodhur fillon të rranë në mënyrë të parregullt. Nuk arrin të pompojë gjakun siç duhet. Shkakton lodhje, gulqim dhe ëndje të këmbëve, shpesh në fazat e avancuara. E gjithë kjo mund të ndodhë pas një shenjë të dukshme për një kohë shumë të gjatë. Veshkat, viktimat e padukshme të hipertensionit. Veshkat janë filtra të jashtëzakonshëm biologjik. Çdo ditë ato filtrojnë rreth 180 litra gjak, duke larguar mbeturinat dhe lëngjet e tepërta nga trupi. Por këto filtra janë shumë të ndjeshëm ndaj presionit të lartë. Si dëmton tensioni i lartë veshkat? Presioni i lartë dëmton enët e vogla të gjakut në veshka. Filtrimi bëhet më pak efikas. Proteina fillon të humbas në urinë. Veshkat humbasin gradualisht funksionin e tyre. Ironia tragjike është se veshkat e dëmtuara nga hipertensioni e përkeqësojnë edhe më shumë tensionin e gjakut. Krijohet një rrjedh vicioz që përshpejton dëmtimin e të dy sistemeve. Pse shumica e njerëzve nuk e kuptojnë që veshkat po dëmtohen. Dëmtimi i veshkave nuk shkakton dhimbje në fazat e hershme. Nuk ndryshon menjëherë urinimin. Nuk jep simptoma të dukshme. Shenjat shfaqen vetëm kur dëmi është i avancuar. Lodhje e theksuar, ëndje e fytyrës dhe këmbëve, urinë me shkum, rritje e kreatininës në gjak. Në shumë raste, kur këto shenja shfaqen, një pjesë e funksionit të veshkave është tashmë e pakthyeshme. Kush është më i rrezikuar nga hipertensioni?
Edhe pse tensioni i lartë mund të prekë këdo, disa grupe janë më të rrezikuara. Persona mbi 40-45 vjeç. Persona me mbipesh ose obezitet. Ata që konsumojnë shumë kripë. Duhan pirësit. Personat me histori familjare. Ata që jetojnë me stres kronik. Personat me diabet ose kolesterol të lartë. Në Shqipëri dhe rajon, një pjesë e madhe e popullsisë ka tension të lartë pa e ditur fare. Një pyetje që duhet ta bëni sot. A e dini sa është tensioni juaj? Matja e tensionit të gjakut. Është e shpejtë. Është pa dhimbje. Mund të shpëtojë jetën. Megjithatë, shumë njerëz e matin vetëm kur ndihen keq, kur shkojnë rastësisht te mjeku, pas një ngjarjeje serioze. Hipertensioni nuk pret që ju të ndiheni gati. Shenjat e padukshme, llojet e hipertensionit dhe gabimet që po ju shkurtojnë jetën. Shumica e njerëzve mendojnë se një sëmundje serioze duhet patjetër të dhembë, të jap shenja të forta, alarmante që nuk mund t'i injorosh. Por hipertensioni nuk funksionon kështu. Ai vepron ngadalë në heshtje, duke u fshehur pas ndjesive që shumica i quajnë lodhje normale, mosh apo stres i përditshëm. Në këtë pjesë do të zbërthejmë pikërisht këto sinjale të fshehta që trupi jep. Llojet e tensionit të lartë dhe gabimet më të rrezikshme që njerëzit bëjnë çdo ditë, pa e ditur se po ushen një armik të brendshëm. Shenjat e fshehta të hipertensionit që shumica i injorojnë. Edhe pse hipertensioni shpesh quhet pa simptoma, e vërteta është më komplekse. Trupi jep sinjale, por ato janë të buta, jo specifike, lehtësisht të ngatërueshme me probleme të tjera. Këto janë disa nga shenjat më të shpeshta që njerëzit nuk i lidhin me tensionin e lartë. Një dhimbje koke të shpeshta, sidomos në mëngjes. Dhimbja e kokës nga hipertensioni. Shpesh ndihet në pjesën e pasme të kokës. Është më e fortë në orët e para të mëngjesit. Mund të shoqërohet me ndjesi rëndese ose presioni. Shumë njerëz e justifikojnë këtë me gjumin e keq, stresin. Por dhimbjet e shpeshta të kokës, pa arsye të qartë, nuk duhet të injorohen. 2. Marramendje dhe ndjesi boshe në kokë. Hipertensioni ndikon në qarkullimin e gjakut drejt trurit. Kjo mund të shkaktojë marramendje të lehtë, ndjesi i paqëndrueshmërie, vështirësi për t'u përqendruar. Shpesh njerëzit thonë, më iku pak truri sot, më erdhi si mjegull. Këto nuk janë gjithmonë shenja të padëmshme. 3. Rrahje të forta ose të çrregullta të zemrës. Tensioni i lartë e detyron zemrën të punojë më fort. Kjo shpesh manifestohet si ndjesi rrahje në kraharor, palpitone, ndjesi ankthi pa shkak të dukshëm. Shumë njerëz e ngatërojnë këtë me ankthin, por në realitet shpesh ankthi është pasojë e ngarkesës së zemrës, jo shkaku. 4. Lodhje vazhdueshme, edhe pa aktivitet. Një nga shenjat më të nënvlerësuara. Kur zemra dhe enët e gjakut janë nën presion, oksigjeni nuk shpërndahet siç duhet. Trupi lodhet më shpejt. Energjia bie gradualisht. Shumë njerëz thonë, jam gjithmonë i lodhur, edhe kur nuk bëj asgjë. Kjo nuk është normale, sidomos nëse zgjat me muaj. 5. Probleme me shikimin. Hipertensioni dëmton enët e vogla të gjakut në sy. Kjo mund të shkaktojë turbullim të shikimit, shikim të dyfisht, ndjesi presioni në sy. Në raste të avancuara, mund të çojë deri në dëmtime serioze të shikimit. 6. Zhurmë ose fishkëllim në vesh. Një shenjë shumë e nënvlerësuar, por e shpesht. Presioni i lartë ndikon në qarkullimin e gjakut në zonën e veshit të brendshëm, duke shkaktuar zhurmë konstante, fishkëllim, ndjesi pulsi në vesh. Shumë njerëz jetojnë me këtë simptom për vite pa u kontrolluar. Llojet e hipertensionit. Jo të gjitha janë njësoj. Jo çdo tension i lartë është i njëjtë. Njohja e llojit është thelbësore për trajtimin dhe parandalimin e komplikacioneve. Një hipertensioni primar, esencial. Ky është lloji më i zakonshëm që përbën rreth 90-95% të rasteve. Karakteristikat. Zhvillohet gradualisht. Nuk ka një shkak të vetëm të identifikueshëm. Lidhet me stilin e jetesës dhe gjenetikën. Faktorët kryesor. Konsumi i lartë i kripës. Mungesa e aktivitetit fizik. Stresi kronik. Duhani dhe alkooli. Ky lloj shpesh zbulohet rastësisht gjatë një kontrolli rutin. 2. Hipertensioni sekondar. Ky lloj ka një shkak të qartë dhe të identifikueshëm.
Shkaktarët më të shpesht: sëmundjet e veshkave, çrregullimet hormonale, apnea e gjumit, disa medikamente kortikosteroide, kontraceptiv oral e.t., hipertensioni sekondar, shfaqet shpesh papritur, mund të jetë më i rëndë, shpesh shfaqet në moshë më të re. Trajtimi i shkakut shpesh përmirëson edhe tensionin. 3. Hipertensioni i mantelit të bardhë, një fenomen interesant dhe i rrezikshëm nëse neglizhohet. Tensioni rritet vetëm në ambient mjekësor. Shkaktohet nga stresi dhe ankthi. Në shtëpi vlerat mund të jenë normale. Problemi: shumë njerëz mendojnë se nuk kam tension, ndërkohë që ky fenomen shpesh është pararendës i hipertensionit të vërtet. 4. Hipertensioni i maskuar, edhe më i rrezikshëm. Tensioni normal te mjeku. Tensioni lartë në jetën e përditshme. Shpesh ndodh te persona me stres të lartë, duhanpirës, persona me diabet. Ky lloj shpesh zbulohet vetëm me matje 24 orëshe, holtertensioni. Gabimet më të mëdha që bëjnë njerëzit me hipertension. Këto gabime janë arsyeja pse shumë njerëz, edhe pse e dinë që kanë tension, përfundojnë me komplikacione serioze. Gabimi 1. Marrja e ilaçeve vetëm kur tensioni rritet. Një nga gabimet më fatale. Hipertensioni nuk trajtohet kur rritet, trajtohet çdo ditë në mënyrë të qëndrueshme. Ndërprerja e ilaçeve rrit rrezikun për infarkt. Mund të shkaktojë rritje të menjëhershme të tensionit. Dëmton organet në heshtje. Gabimi 2. Nuk kam simptoma, pra jam mirë. Ky është thelbi i rrezikut. Hipertensioni nuk ka nevojë për simptoma për të dëmtuar. Vepron edhe kur ndiheni shkëlqyeshëm. Mungesa e simptomave nuk do të thotë mungesë rreziku. Gabimi 3. Nënvlerësimi i kripës. Shumë njerëz thonë, unë nuk ha shumë krip, por kripa fshihet te djathërat, bukët industriale, ushqimet e përpunuara, salciqet dhe mishrat e përpunuar. Kripa rrit volumin e gjakut, rrit presionin mbi enët e gjakut, përkeqëson hipertensionin edhe pa u ndjerë. Gabimi 4. Mosmatja e rregullt të tensionit. Tensioni duhet të matet rregullisht, në të njëjtën orë, në kushte të qeta. Matjet sporadike nuk mjaftojnë për të kuptuar realisht gjendjen. Gabimi 5. Normalizimi i stresit kronik. Stresi nuk është vetëm në mendje. Ai rrit hormonët e stresit, ngushton enët e gjakut, rrit tensionin në mënyrë të qëndrueshme. Jetesa në stres të vazhdueshëm është një nga shkaqet kryesore të hipertensionit modern. Një e vërtet e fortë që duhet thënë. Shumë njerëz nuk vdesin nga tensioni i lartë, por nga infarkti që ai shkakton, insulti që ai përgatit, dështimi i veshkave që ai ndërton ngadalë. Hipertensioni nuk vret menjëherë, ai përgatit terrenin. Si ta ndaloni dëmin kontrolli i tensionit, mbrojtja e zemrës dhe veshkave, dhe jeta e gjatë me hipertension. Nëse dy pjesët e para kishin për qëllim t'ju hapnin syt, kjo pjesë ka një mision edhe më të rëndësishëm. T'ju jap kontrollin mbrapsht në dorë. Hipertensioni nuk është një dënim me vdekje. Ai është një sëmundje e menaxhueshme, por vetëm nëse trajtohet seriozisht çdo ditë, pa mashtrime ndaj vetes. Shumë njerëz jetojnë deri në moshë të thellë me tension të lartë, pa pësuar infarkt apo dështim të veshkave. Diferenca nuk është fati. Diferenca janë zgjedhjet e përditshme. Hapi i parë, pranimi i realitetit. Gabimi më i madh që bën një person me hipertension është mohimi. Fraza të rrezikshme që dëgjohen shpesh. Marrit pak stresi. Sot e kam lart, nesër më bie. Edhe babai im kishte tension dhe jetoi gjatë. Nuk dua të pi ilaçe gjithë jetën. E vërteta e fortë është kjo. Hipertensioni nuk largohet vetë. Ai vetëm përkeqësohet nëse injorohet. Pranimi nuk do të thotë dorëzim. Pranimi do të thotë kontroll. Si duhet të matet sakt tensioni i gjakut, gabimet që bëjnë shumica. Shumë njerëz mendojnë se e din tensionin e tyre, por në fakt e matin gabim. Rregullat bazë të matjes së saktë. Pushoni të paktën 5 minuta para matjes. Mos pini kafe, mos pini duhan 30 minuta para. Uluni me shpinë të mbështetur. Krahu në nivelin e zemrës. Mos flisni gjatë matjes. Idealisht tensioni matet 2 herë në ditë, në të njëjtën orë.
për disa ditë rresht. Një matje e vetme nuk mjafton për diagnozë. Trajtimi me ilaçe. Pse janë shpëtim, jo armik. Frika nga ilaçet është e përhapur, por shpesh e pabazuar. Çfarë bëjnë realisht ilaçet e tensionit? Ulin presionin mbi enët e gjakut. Lehtësojnë punën e zemrës. Mbrojnë veshkat dhe trurin. Ulin rrezikun për infarkt dhe insult. Ilaçet nuk shërojnë shkakun, por parandalojnë dëmin. Gabime fatale në përdorimin e ilaçeve. Ndërprerja pa këshillën e mjekut. Marrja një ditë po, një ditë jo. Ndërrimi i dozës sipas ndjesisë. Hipertensioni nuk trajtohet me ndjesi, por me disiplinë. Ushqimi. Arma më e fuqishme që shumica e nënvlerësojnë. Ajo që hani çdo ditë ose po ju shëron, ose po ju dëmton. Kripa, armiku numër 1. Shumica e njerëzve konsumojnë 2-3 herë më shumë krip se sa duhet. Kripa. Rrit volumin e gjakut. Rrit presionin arterial. Dëmton direkt veshkat. Kufiri i sigurt. 5 gram krip në ditë, rreth një lugë çaji. Burimet e fshehta të kripës. Djath i bardhë. Bukë industriale. Fësërva. Mishra të përpunuar. Salca gati. Ushqimet që ulin tensionin natyrshëm. Pa qenë mrekulli, këto ushqime ndihmojnë realisht. Perime jeshile, spinaq, brokoli, domate, banane, kalium, peshk i yndyrshëm, vaj ulliri, ara dhe bajame, hudhër me mas. Dieta mesdhetare është ndër më të mirat për hipertensionin. Pesha trupore, çdo kilogram ka rëndësi. Edhe një rënje e vogël në peshë. Ul tensionin. Ul ngarkesën e zemrës. Përmirëson ndjeshëm metabolizmin. Humbja e 5-10 të peshës trupore. Ka efekt real mjekësor. Nuk është thjesht çështje estetike. Mbi pesha është një nga armiqt më të mëdhenj të kontrollit të tensionit. Aktiviteti fizik, ilaç pa recetë. Nuk flasim për palestër ekstreme. 30 minuta ecje shpejt. 5 ditë në javë. Ul tensionin. Përmirëson qarkullimin. Forcon zemrën. Ul stresin. Edhe. Noti. Hezmi. Ushtrimet e lehta. Janë shumë efektive. Qëndrimi ulur për orë të gjata është armik i heshtur. Stresi, faktori që shkatëron çdo trajtim. Ju mund të hani mirë, të merrni ilaçe, të bëni ushtrime, por nëse jetoni në stres kronik, tensioni do të mbetet problem. Stresi rrit kortizolin, ngushton enët e gjakut, mban tensionin të lartë edhe natën. Çfarë ndihmon realisht? Gjumi rregullt, frymarrje e thellë, shëtitje në natyrë, kufizimi lajmeve negative, mësimi për të thënë jo. Stresi nuk zhduket, por menaxhohet. Mbrojtja e veshkave, shpesh e harruar, por jetike. Nëse keni hipertension, duhet të kontrolloni rregullisht. Kreatinin, analizën e urinës, mikroalbuminurin, veshkat, dëmtohen në heshtje. Japin shenja shumë vonë. Sa më herët të mbrohen, aq më shumë vite fitohen. Kur duhet të shqetësoheni seriozisht. Shenja alarmi që nuk duhen injoruar kur. Tension mbi 180/110. Dhimbje gjoksi. Vështirësi në frymarrje. Humbje shikimi. Mpirje e fytyrës ose gjymtyrve. Marramendje e fortë e papritur. Këto janë urgjenca mjekësore, e vërteta që nuk thuhet shpesh. Hipertensioni nuk ju vret sot, nuk ju paralajmëron nesër, por po ju shkurton vitet ngadalë. Por, nëse e kontrolloni sot, po i shtoni vite jetës suaj. Përfundim, një zgjedhje që bëhet çdo ditë. Tensioni i lartë nuk kontrollohet me justifikime, shpresa, vetëm lutje. Ai kontrollohet me dije, disiplinë, përkushtim ditor. Një matje sot është më e vlefshme se një pendes nesër.